Demokratët mblodhen gjatë kësaj të shtune kuvendin kombëtar, teksa kreu i Partisë Demokratike Shqiptare Sali Berisha u shpreh se besimi i tij ndaj demokratëve ka qenë gjithnjë i pakundërshtueshëm dhe i patjetërsueshëm. Ai theksoi se Partia Demokratike nuk blihet, nuk shitet das, nuk mposhtet kur, duke pozicionuar atë si një forcë të mbrojtur nga idealet, vlerat dhe morali, pavarësisht presioneve të regjimit aktual. Berisha kujtoi rrugëtimin e gjatë 5-vjeçar të rithemelimit të Partisë Demokratike, duke përballur sfida të mëdha dhe synime të drejtuara nga qeveria për të shndruar partinë në një opozit fasad. Ai nënvizoi se forca dhe qëndrueshmëria e demokratëve qëndron në besimin e tyre tek e vërteta dhe tek pluralizmi politik, duke i cilësuar si gardian të pamposhtur të lirisë, sovranitetit kombëtar dhe dinjitetit njerëzor. Kreu i opozitës vlerësoi edhe rolin e grave dhe të rinjve. Ka 15 vite që ajkuja e tyre del me lartë se burrave. Po, çfarë do thot kjo? Kjo do thot se aty është një potencial i jashtëzakonshëm për të vënë shërbim të shoqërisë. Dhe ne do të shohim pak si kemi punë. Që nga ky kuvend do të shënojmë kthesen. Do të ridimensionojmë rolin e grave, rolin e trive, dhe të vazhdojmë. Të ecim sigurt drejt objektivave tona. Berisha foli edhe për kilometrin e fundit, që sipas kryedemokratit nuk do të jetë i lehtë. Sipas tij, Partia Demokratike ka qenë mbështetës e integrimit evropian të Shqipërisë. Kilometri i fundit nuk është një kilometër i lehtë. Jo, se them që është i lehtë. Në marathon të gjithë e dinë se cila është peshja e kilometrit të fundit, por nuk ka kilometër më frymëzues se ai. Kur ke arrit aty, kur ke arrit kilometrin e fundit, bota duket e jotja. Ndaj dhe ne, në këtë kilometër, të nërmarim çdo vendim, çdo mas, për i përtritin e partisë. Miqtë e mi, Partia Demokratike ka qenë lokomotiv e proceseve integruese, edhe i numërum shparë, cilat kanë qenë. Prap jemi, shiko çfarë arritëm ne. Sali Berisha, përpara delegatëve, theksoi se Partia Demokratike ka kapërcyer sfida të jashtëzakonshme nga sulmet e qeverisë dhe mediat e kontrolluara. Ai u shpreh se besimi pa lëkundur tek demokracia dhe kauza e pluralizmit kanë qenë forca që mbajti të vendosur dhe se ripërtëritja e partisë është detyra më madhore për të siguruar rikthimin e votës së lirë dhe lirinë e shqiptarëve. Berisha garantoi se Partia Demokratike sot nuk lufton më për mbrojtje, por ecën drejt fitores dhe përmbysjes së regjimit, duke vendosur flamurin e demokracisë mbi interesat e grupeve kriminale dhe elitës. Berisha vuri në dukje se partia do të shndërrohet në një strukturë moderne që përgjigjet shpejt dhe me saktësi ndaj kërkesave të qytetarëve, duke i dhënë fund mërgimit të rinjve. Në këtë proces, Partia Demokratike do të ripërtëritet, duke rikthyer vlerat dhe energjitë të gjithë anëtarëve në çdo nivel për të ndërtuar një forcë të fortë dhe të përkushtuar për të ardhmen e Shqipërisë, si kundër shpreh kryedemokrati.